Krenar Vela, i cili pak ditë më parë plagosi kur po lëndronte me gomone turistin gjerman që po bënte zhytje, është lënë i lirë. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, gjykata e Vlorës ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje. Vendimi u mor nga gjyqtari Bevil Beqiraj, i cili ka arsyetuar se nuk kemi të bëjmë me nenin 88 të plagosjes me dashje. Sipas gjykatës së shkallës së parë, gjë që e ka pretenduar edhe Velaj, i akuzuari ishte sipas të gjitha rregullave në lundrim, teksa i plagosuri në vendin e zhytjes nuk ka patur asnjë shenjë dalluese që po ushtronte zhytjen. Në këtë mënyrë Velaj nuk kishte si ta dallonte duke e plagosur aksidentalisht. Mbi të gjitha i plagosuri ishte në një vend ku nuk ishte i përcaktuar si vend zhytje. Gjykata ka vendosur masën e sigurisë detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore të riun 27 vjeçar. Ndërkohë që shtetasi gjerman vijon ende në spital me plagët e marra nga ajo ditë, por gjendja e tij është stabilizuar dhe ka dalë nga rreziku për jetën.